detajuar I Gjykatës Europiane të Llogarive për vendet e Bashkimit Evropian lidhur me prokurimet publike. I sjell në vëmendje për të vendosur në një kontekst bashkëbizetimin e sotëm, por edhe për të pasur një pamje të pozicionit ku ndodhet Shqipëria në raport me një tematik nga më të rëndësishmet e procesit të antarësimit dhe nga më të rëndësishmet për vetë familjen europiane, për të ndarë me publikun kënaqësinë e vlerësimeve të njëpasnjëshme që janë bërë Shqipërisë së fundmi, bazuar po mbi fakte. Raporti flet për një nivel konkurrence për kontratat publike në rënje gjatë viteve të fundit. Flet për një mungesë ndërgjegjësimi lidhur me faktin që konkurenca është një parakusht kyç për vlerën e paras në prokurimet publike. Flet për treguesit kyç për matjen e konkurrencës që mbeten të pakënaqshëm në shumicën e shteteve anëtare. Flet për mbi 40% të garave të bëra me vetëm një ofertues për një periudhë 10 vjeçare. Flet për një mungesë konkurrence që ndikon në çmimet dhe në kostot dhe për një kozgjatje mesatare të procedurave të prokurimit të rritur me rreth 50%. Ndërkohë që shkalla e publikimit dhe pjesëmarrja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme mbeten në nivelet pakënaqshme. Këto janë vetëm disa nga konkluzionet e raportit të Gjykatës Europiane të Llogarive për vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që nëse vendosim në kontekst pozicionin e vendit tonë në indikatorët thelbësor që përcakton Bashkimi Evropian, konkurrueshmëria dhe po të shohim në tabelën e konkurrueshmërisë pozicionin e vendit tonë, nëse në mesatare kontratat me një ofertues të vetëm përbëjnë 32.3% të kontratave në vendet e Bashkimit Evropian, për Shqipërinë ato janë masën 23.5%. Dhe nëse në pasqyrën e përgjithshme të shteteve anëtare janë një grup I madh vendesh që fillojnë nga 57.4% e zbresin deri në 35.8%, Shqipëria është midis tyre dhe vendeve si Suedia 22.9, Gjermania 22.6, Finlanda 20.3, Franca 20, dhe vendi ynë është mbi këto me shumë pak, pra 23.5%. Edhe në numrin e ofertuesve për procedurë që raporti e përcakton si 3.2 ofertues për procedurë në mesatarën e Bashkimit Evropian, Shqipëria është me 3.7 ofertues mesatarisht dhe më tutje në Shqipërinë e vitit 2025, numri I prokurimeve për punë publike që janë mbyllur me fitues dhe kanë patur vetëm një ofertues është saktësisht 12%, ndërkohë që në raportin e Gjykatës Europiane përcaktohet se mesatarja e vendet e Bashkimit Evropian është 14%. Të gjitha këto nuk duan të thonë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa faktin që mbi fakte Shqipëria është në një fazë shumë të avancuar të përparimit në këtë fushë dhe nga ana tjetër të pozicionimit në tryezën e negociatave me Bashkimin Evropian. Këtu jam bashkë me drejtuesen e Agjencisë
së prokurimit publik, e cila është edhe njeriu që udhëheq këtë proces prej njësër vitesh, duke luajtur një rol kyç në këtë transformim, por është edhe negociatorja e Shqipërisë me Bashkimin Evropian për kapitullin 5, ku përfshihet e gjithë kjo fushë me të gjitha tematikat e veta.